Ashtu si çdo investim tjetër në infrastrukturën sportive, edhe ky në qytetin e Krujës mbart një rëndësi të veçantë për disa arsye, por mbi gjitha për faktin që më në fund fushës së vjetër të qytetit të Krujës po i rikthehet identiteti. Dhe pse jo, ky investim i përbashkët midis Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Bashkisë Kruj do të jetë fillimi i bashkëpunimeve të tjera për përmirësimin e infrastrukturës sportive në këtë qytet. Sot jemi këtu për të ndarë një lajm të mirë. Jemi në fushën e nostalgjisë, në fushën ku dikur luaj futboll, ndërkohë që ka shumë kohë që është lënë në mëshirë të fatit, ndërkohë që tani me një bashkëpunim të frytshëm bashkë me Federatën Shqiptare të Futbollit, po i kthehet jeta, do kthehet në një fushë stërvitore për ekipin e Kastriotit, i cili ka shumë vite që edhe seanca stërvitore nuk i kryen në qytetin e tij. Ky është një investim që i shërben jo vetëm sportit, por i shërben edhe gjallërimit të jetës komunitare këtu në Krujë, i shërben edhe fëmijëve që kanë dëshirë të vazhdojnë futbollin, edhe skuadrës e cila do të fillojë stërvitjet në momentin e përfundimit këtu.